Inspektorët komunal në komunën e Gjakovës janë duke vazhduar aksionin për lirimin e hapësirave publike në zona të ndryshme të qytetit. Gjatë kësaj të martë, ata dolën sërish në terren, ku në bashkëpunim me pronarët e bizneseve që kanë zënë hapësirat publike, kanë kërkuar lirimin e tyre. Nga inspektoriati bëhet e ditur se në rast të mos respektimit të rregullave ndaj shkelësve do të shqiptohen gjoba. Inspektorati Shërbimeve Publike sot në disa lokacione në qytet ka liru hapësira publike, ato hapësira që e pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve. Kemi me vazhdu gjatë gjithë javës me pas aksionet e tilla, jo vetëm gjatë gjithë javës, po gjatë gjithë kohës, derisa të arrijmë në një nivel ku të gjitha hapësirat publike janë të liruara. Është fjala për ato hapësira publike që nuk pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve edhe të komunikacionit. Ato hapësira që nuk pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve edhe të komunikacionit, që nuk e pengojnë trotuarin, mundën me bu përmes një kërkese mi marrë me qera ose në shfrytëzim afatshkurt. Ai gjithashtu falenderoi pronarët e lokaleve për bashkëpunimin e treguar. I falenderoj të gjithë ata që e kanë shpreh vullnetin edhe ju kanë bashkuar aksionit tonë për me liru vetë hapësirat publike, bizneset cilat janë mjaft shumë, domethënë kemi vazhdimisht njoftime nga ta edhe unë personalisht edhe në drejtorinë për inspektime, kemi mjaft shumë njoftime nga ana e bizneseve dhe qytetarëve që pilirojnë vetë, për shkak i falenderoj, sepse ju kanë bashkuar një aksioni që është në të mirën e gjithë qytetarëve, edhe është në të mirën e qytetit në përgjithësi. Drejtori Shabani gjithashtu foli edhe për gjobat. Nuk kemi munal, kemi me vazhdu me i liru hapësirat publike, ata që nuk dëgjojnë, kanë mu gjobit, i rrenojmë edhe në të njëjtën kohë shpenzimet e rrenimit, edhe gjobat, edhe gjitha pagesat tjera kanë mi pagu vetë. Për që ta është ma mirë me ardhë edhe mi marë, mi largu vetë, aty ku pengojnë, sepse e din ku pengojnë, trotuarët s'mundën me vendos as karrige, as ekspozime të mallit, as asgjë tjetër, kështu që është më mirë mi largu vetë se sa me hinë procedurat të drejtorisë për inspektime, procedurat cilët janë mjaft shtrejta, edhe kushtojnë edhe me gjoba, edhe me pagesat e tjera të panevojshme për ta nëse nuk i lirojnë vetë. Sipas autoriteteve, pikat ku është intervenuar gjatë ditës së sotme kanë qenë kryesisht në zonën afër spitalit, ndërsa aksioni ka vazhduar edhe në një lokacion tjetër për largimin e pengesave nga hapësirat publike. Nga inspektoriati bëjnë thirrje që të gjithë bizneset të respektojnë rregullat në mënyrë që të shmangen masa ndëshkuese dhe të kontribuohet në rendin dhe sigurinë publike.